Ne njohim angazhimin e fortë të vendeve në rajon për të luftuar së bashku krimin organizuar që është ndërkufitar në përkufizimin e vet dhe natyrisht shkakton një dëm të madh ekonomik e pengon rritjen ekonomike. Është i dëmshëm për kohezionin social e për mirëqenien e qytetarëve, e po kështu gërryen besimin e qytetarëve në institucione. Korrupsioni në nivel të lartë është i parë i shumë aktiviteteve kriminale dhe kërcënim i sigurisë. Rrjetet kriminale përdorin korrupsionin dhe në nivele të larta për zgjeruar ndikimin e vet apo për të shmangur drejtësisë. Ashtu si çdo formë korrupsioni privon brezat e ardhshëm, sidomos nga një ardhmë më e mirë. Në këtë fushë po kështu duhet punojmë së bashku për të hequr këtë ndjesë ndëshkueshmërie dhe për të zgjeruar hendekun e distancën midis politikës, gjyqësorit, pra dhe qytetarit për ta ulur këtë hendek. Forcimi i sundimeve të ligjit është një sfidë thelbësore për vendet në procesin e antarësimit dhe rezultatet e prekshme në këtë drejtim janë elemente thelbësore për të ecur përpara në procesin e integrimit të BE-s. Puna juaj kësaj si krye prokuror ndikon drejt për drejt progresin e vendeve tuaja drejt antarësimit në BE, ashtu siç po thonë ju Olsi. Shërbimet pavarura të prokurorisë që mund të hetojnë e të ndjekin penalisht krimin pa frikë apo favor janë parakushte thelbësore për antarësimin në BE. Kur prokurorët në rajon punojnë së bashku, duke ndarë praktikat më të mira e duke bashkërenduar hetimet, forconi jo vetëm sistemet individuale të drejtësisë, por të tërë strukturën e bashkëpunimit gjyqësor evropian. Gjatë viteve të shkuara kemi parë përparim në bashkëpunimin e prokurorëve në mbar rajonin dhe gjithashtu edhe rritjen e përdorimit të njësive të përbashkëta të hetimit dhe po kështu edhe ndarja e informacioneve inteligjencës ka dhënë rezultate konkrete. Kemi parë këtë në Shqipëri, ku ka patur një rritje të rasteve të profilit lartë që përfshin krimin ndërkufitar, pastrimin e parave, korrupsionin që po hetohen me sukses e po ndiqen penalisht përmes përpjekjeve bashkëpunuese me shtetet anëtare të BE-s e përmes bashkëpunimit me agjencitë e BE-s, si Eurojust, Europoli e po kështu edhe zyra e prokurorisë europiane. Këto arritje dërgojnë një sinjal shumë të qartë. Drejtësia nuk njeh kufi dhe pandëshkueshmëria nuk ka vend në shoqëritë tona.